8 marsi shënon ditën ndërkombëtare të gruas, që në Shqipëri prej shumë vitesh është shndërruar në një fest. Simboli kësaj dite janë lulet. Rrugët e kryeqytetit u mbushën me gra e vajza, që mbanin në duar buqeta, ndërsa shkëmbyen urime dhe përqafime. Gëzuar për gjithë nënat kudo që janë. Trojmë sa male të gjitha. Presim dhe dhurata nga fëmijët. Në fillim filloj që në mëngjes me familjen, buri më solli një tuf lule. Bleva për t'ja dhuruar. Kujt t'ja dhuroni? Shoqes time. Për gruan apo? Patjetër. Për shumë prej tyre, kjo ditë është gjithashtu një kujtesë e rëndësisë së fuqizimit të gruas dhe rolit të saj në shoqëri. Duhet ta duni veten sa më shumë. Tini të zëzojat e vetes. Kudo që janë të gjitha nëna, motra, kudo që janë të luftojnë për veten e tyre. Burrave një këshill, ti kenë kujdes gratë në 8 marsin. Ti bën qefin një ditë, megjithëse duhet bërë çdo ditë, po ta kenë dhe këtë porosi. Përtej dhuratave që u bën nënave dhe grave, 8 marsi është një ditë që gratë e shfrytëzojnë për të kërkuar më shumë të drejta në shoqëri. Në vitin 1908, 15.000 gra marshuan në rrugët e New Yorkut duke kërkuar kushte më të mira pune, paga më të mira dhe të drejtën për të votuar. E që prej asaj kohe, 8 marsi është dita simbole tyre që kujtohet në mbar botën.